A e keni pyetur ndonjëherë veten se si ka mundësi që njerëzit më të zgjuar në një dhomë, të gjithë bashk, të marrin vendimin më të keq të mundshëm? Kjo nuk është thjesht një pyetje për të kaluar kohën, është një fenomen real dhe shumë i rrezikshëm. Sot do të zhytemi thellë në një nga dështimet më spektakolare të politikës jashtme amerikane, për të kuptuar një koncept psikologjik të quajtur mendimi grupor. Le t'ja fillojmë. Le të kthehemi pas në kohë në vitin 1961. Imagjinoni pak skenën. Një president i ri, karizmatik, John F. Kennedy, sapo ka hyrë në shtëpinë e bardhë. Dhe mbi tryezën e tij gjen një plan super sekret, një lloj bombe me sahat e trashëguar nga administrata paraardhëse, një pushtim i Kubës i cili kishte si qëllim të rrëzonte Fidel Castron. Ky plan, që do të njihet në histori si operacioni i Gjirit të Derrave, do të bëjë një nga njollat më të errta të presidencës së tij. Rezultati? Një katastrofë plot. Absolutisht. Forca pushtuese prej 1400 rebelësh kuban, pa mbështetjen ajrore që ju ishte premtuar dhe pa asnjë kryengritje popullore që pritej, u asgjësua me shpejtësi. Brenda pak ditësh, shumica u kapën në robër ose u vranë. Për Shtetet e Bashkuara ishte një turprim jashtëzakonshëm në skenën botërore. Për njerëzit e përfshirë, një tragjedi. Dhe pikërisht këtu gjërat bëhen interesante. Arthur Schlesinger, një historian i famshëm dhe këshilltar i afërt i Kennedyt, ishte prezent në ato mbledhje. Më vonë, ai do të shkruante me një pendes të thellë: "Qortova veten ashpër që kisha heshtur kaq shumë." Ai nuk ishte i vetmi. Kjo citat na tregon diçka thelbësore. Problemi nuk ishte mungesa e mendjeve të ndritura, por diçka tjetër, diçka e fshehur në dinamikën e vet grupit. E kjo na sjell te pyetja milionshë. Në atë dhomë ishin vërtet mendjet më të mira dhe më të ndritura të Amerikës. Robert McNamara, Dean Rusk, vëllezërit Kennedy. Si ka mundësi që ata të gjithë së bashku të bënin një gabim kaq kolosal? Përgjigja çuditërisht nuk qëndron tek individët, por te mënyra se si ata funksionuan, ose më saktë, nuk funksionuan si një grup. Për të zgjidhur këtë mister, duhet i drejtohemi punës së psikologut social Irving Yanis. Në vitet 70-ta, Yanis u fiksua pas vendimeve katastrofike si Gjiri i Derrave apo sulmi në Pearl Harbor dhe vuri re një model që përsëritej vazhdimisht. Ai i vuri një emër këtij modeli, mendimi grupor. Mirë, ky është përkufizimi akademik, por hajde ta zbërthejmë pak. Fjala kyçe këtu është përpjekja për unanimitet. Pra, presioni për të qenë të gjithë dakord bëhet aq i fortë saqë të i kalon dëshirën për të marrë vendimin e duhur. Në thelb, grupi fillon të mbrojë harmoninë e vet me çdo kusht, edhe nëse kjo do të thotë të injorosh një kamion që po vjen me shpejtësi drejt teje. E pra, thënë troç, mendimi grupor ndodh kur presioni social për të përshtatur thjesht e mbyt mendimin kritik. Është ajo dëshira jonë njerëzore për të qenë pjesë e grupit, por e çuar në një ekstrem vërtet të rrezikshëm. Askush nuk do të jetë ai personi që prish harmoninë, edhe kur e sheh qartë se anija po shkon drejt icebergit. Tani, le të kthehemi përsëri në atë dhomë mbledhjes në shtëpinë e bardhë. Duke pasur parasysh këtë teori, le të analizojnë fiaskon e Gjirit të Derrave si një mjek ligjor që analizon një skenë krimi. Si u shfaqën saktësisht simptomat e mendimit grupor? Gjithçka ndodhi me një shpejtësi marramendse. Kennedy kishte vetëm pak javë në detyrë kur CIA ja përplasi planin në tryez. Ata krijuan një ndjenjë të fortë urgjence, duke thënë se ishte tani ose kurrë. Ky presion kohor është si thua toka ideale ku lulëzon mendimi grupor. Ja ku kemi një problem themelor. Njerëzit që po e prezantonin planin ishin po ata që e kishin krijuar. Ata nuk ishin vlerësues objektiv, ata ishin avokat të zjarrt të kauzës së tyre. Kishin investuar vite pune dhe gjithë reputacionin e tyre në këtë plan. Ky është një shembull klasik i asaj që quhet efekti i kostos së shtytur. Kur ke investuar kaq shumë në diçka, bëhet pothuajse e pamundur të pranosh se ishte një ide e keqe, edhe kur faktet u llasin të kundërtën. Dhe kjo pjesë është vërtet e pabesueshme, sepse tregon se si u shkëputën plotësisht nga realiteti. Gjatë mbledhjeve, CIA siguroi grupin se, nëse gjërat shkonin keq, rebelët thjesht mund të zhdukeshin në male. Tingëllon si një plan rezervi mirë apo jo. Problemi ishte se askush, absolutisht askush në atë dhomë, nuk u mundua të hapte një hartë. Po ta kishin bërë, do të kishin parë një të vërtet shokuese. Malet më të afërta ishin 130 km larg, përmes skënetave që nuk kaloheshin dot. Schlesingeri e përshkroi atmosferën pikërisht kështu, duke qenë se askush nuk fliste hapur kundër, të gjithë mendonin se të tjerët ishin dakord. Heshtja u mor për miratim. A nuk na ka ndodhur të gjithëve në një mbledhje kur kemi një dyshim, por nuk themi asgjë sepse mendojmë se jemi të vetmit? E po, pikërisht kjo ndodhi atje, por me pasoja globale. Këtu kemi një shembull të përsosur të asaj që Yanis e quajti mbrojtës të mendjes.
Këta janë antarë të grupit që marrin përsipër të mbrojnë liderin dhe grupin nga informacionet që mund të prishin harmoninë. Zëvendës sekretari i shtetit, Chester Bowles, ishte i tmerruar nga plani dhe i shkroi një memo të prerë shefit të tij, Dean Rusk. Dhe çfarë bëri Rusk? Ndoshta duke menduar se po mbronte presidentin nga lajmet të këqija, e mori atë memo dhe thjesht e futi në sirtar. Ajo letër nuk arriti kurrë në tryezën e Kennedyt. Dhe kjo është ndoshta pika më tronditëse e gjithë kësaj historie. E gjithë kjo katastrofë, gjithë ky turprim ndërkombëtar, mund të ishte shmangur me një zë të vetëm, me një person të vetëm, që të guxonte të thoshte, "Më falni, por mendoj se po bëjmë një gabim të tmerrshëm." Por magjia e mendimit grupor ishte aq e fortë, saqë ai zë nuk u dëgjua kurrë. Pra rasti i gjirit të derave na jep një shembull të gjallë. Tani le të bëjmë një hap prapa dhe të përgjithshojmë pak. Cilat janë shenjat paralajmëruese të mendimit grupor dhe çfarë lloj procesi defektos krijojnë ato? Janis identifikoi shenjat klasike të kësaj sëmundje në vendimarrje. Në rastin ton kishim iluzionin e pathyeshmërisë. Ata sapo kishin fituar zgjedhjet, ndiheshin e majtë të botës. Kishim racionalizimin kolektiv, injorimin e paralajmërimeve dhe fakteve të pakëndshme, si për shembull harta. Kishim autocenzurën, ku njerëz si shlesin gjerheshtën, dhe siç e pam me Dean Rusk, kishim mbrojtësit e mendjes, që vepronin si filtra. Të gjitha këto bashk ishin receta e sigurt për katastrofë. Dhe kur këto simptoma janë të pranishme, makineria e vendimarrjes fillon e prishet. Grupi i Kennedyt kur nuk shqyrtoi seriozisht alternativa të tjera. Opsioni vetëm ishte pushtim. Ata nuk ftuan asnjë ekspert të jashtëm për t'i sfiduar. Përkundrazi, kërkunin vetëm informacion që konfirmonte atë që donin të besonin. Dhe, siç e pam me historinë e maleve, nuk kishin asnjë plan rezerv kur gjërat shkuan tmerrsisht keq. Tani, dikush mund të mendojë, mirë, kjo është histori e vjetër, një problem politik, por gabon. Mendimi grupor është një rrezik i kudo gjendur, kudo ku njerëzit marrin vendime në grup, nga startupet teknologjike te bordet e korporatave më të mëdha. Shikoni sa rrëqethse janë ngjashmëritë, shumë marrëveshje gjigante korporatash që dështojnë, vuajnë nga i njëjti virus. Një grup i vogël drejtuesish punon në fshehtësi të blotë, krijohet një etë marrëveshjeje dhe presioni për ta mbyllur bëhet i papërballueshëm. Dhe bankierët e investimeve, po ata paguajnë vetëm nëse marrëveshja mbyllet. Kështu që ata kthehen në avokatët më të zjarrt, fiks si CIA në vitin 1961. Historia përsëritet. Dhe kjo na sjell te pika thelbësore. Vendimarrja e shëndetshme nuk duket si një bisedë qetë ku të gjithë pohojnë me kokë. Ajo ngjan më shumë një sport i kontakti, ka përplasje idesh, ka debat fort. Prandaj, pyetja që duhet t'i bëj vetes çdo ekip është kjo: a jemi mbledhur këtu për të qenë të sjellshëm me njëri tjetrin apo për të arritur të vendimin më i mirë i mundshëm? Edhe nëse kjo do të thotë të përplasemi pak rrugës. Përgjigja e kësaj pyetje mund të jetë ndryshimi midis suksesit dhe një fiaskoje si ajo e gjirit të derave.